edhe qëndrimet edhe format e intervenimit që mund ndodhin në këtë moment, sepse... Qëndrime e ke fjalën qëndrimin e institucionet Kosovës, raport me patjetër. Po, këto u dukën t'jenë mirëseardhëse, u dukën t'jenë përshëndetëse në këtë moment. Nëse i referon kryeministrit edhe pjesës tjetër, sikur ditëve të fundit javës ka një lloj kujdesi më të shtuar. Kështu të paktën është regjistruar, nuk e di nëse ju e keni parë kështu. Po, pra për shembull mirëpresim rolin amerikan, që pak herë e kemi parë. Pak herë në situata të tilla e kemi parë. Pastaj projektet e mbrojtjes edhe qëndrimet e vazhdueshme, kështu të paktën kanë lënë një lloj shenje, nuk e di nëse për juve ka kufizimi është se ndodhemi në një izolim të harruar në gjitha aspektet e mundshme. Po ky izolim i harruar nuk është se ka ndodhur si rezultat i drejt për drejt vetëm për shkak konflikteve që janë duke u zhvilluar, i përmenda për mos më hyrë radh prap, ka ndodhur edhe për shkak të mungesës së vullnetit politik për të u angazhuar në mënyrë konstruktive në krijimin e strategjisë për të marrë me administratën Trump, njëkohësisht edhe për të i kalu barierat e krijuara në raport me Shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo klithmë, nëse mund ta quaj, e qeverisë dhe kurtit është një farë tentimi për me i thonë qytetarëve që nuk jemi të izoluar. E po megjithatë Amerika po flet diçka për ne, që është fatkeqësi, me ju thonë drejtën se është reagim i pa kalkuluar dhe jo strategjik. Edhe reagimi ndaj konfliktit në Iran, edhe në më herët disa muaj më parë në Gaza, janë veprimet të cilat duken më shumë nga një tentim për të bërë faktor qoftë edhe në sytë e një numrit votuesve se sa në aspektin përmbajtësor të pozicionimit Kosovës, që ndonjëherë duhet patjetër të jetë edhe më i kalkuluar edhe më i kujdesshëm se sa që kemi parë. Po këto janë klithma të një vetmie të krijuar nga vetë kurti kundrejt politikës ndërkombëtare. Nëse i referohemi mandatit parë të Trump, kur ju ishit zbashku me kurtin, dhe atyre kur ndodhi edhe përplasja dhe prishja e madhe, kur u prish edhe qeveria dhe roli i zotit Grenell, edhe diskutimi i temave të hapura si çështja e kufive, janë gjitha ato të cilat nuk ka kaluar shumë kohë, gjitha ato eksperiencë të cilat i lëm sa i kemi 5-6 vjet. 5 vjetë më herët, as keni droj që mund të rikthehen teoritë të tilla, opsionet të tilla të cilat ju i keni cilësuar në atë kohë si shumë të rrezikshme dhe ju keni rezistuar në një situatë të tillë, zoti Abazi? Unë pikërisht kur them që duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe nuk guxojmë që të bëjmë veprime të cilat realisht duken sigur pro form, po duhet janë të menduara jashtëzakonisht mirë, se ndonjëherë heshtja e shteteve të vogla në diplomaci është e mirë se ardhur edhe kalimi nën, si themi, zjarrin e diplomacisë